pikditës, mujtë e shenjtë të Ramazanit, me të vjellë kjo vetëm ndodh vetëm në Kosovë. Po dëmet edhe firmave që u kanë bërë, që u kanë vjellë pajisje, domethënë mbi 700.000 euro janë vjellë, domethënë pajisje të ndryshme, makinat për malterë, domethënë shumë gjana të gypa të rrymës, që dyshyme shkojshin taj. E thirrëm telefon, bëj ke bëj, pasha Ramazan, pasha këto, pasha Allahun, pasha Zotin, ku dul, ku s'dul. Ju e dini që edhe shumë herë unë kam lamru që janë vjedhur shumë gjana të lagja janë, po nuk kanë bërë të male. Po Arjanit Hotolli, një djalë i ri, nër moshës 18 vjeç, domethënë 17 vjeç, pak pa bot 18 vjet, dje e kam marrë në punë me punu, sigurisht që e kam pa shpesh në duke hecur dhe shëtitur në për Makresh. E mora me punu dhe në mëngjes dhe si e ma mirë ishte djalë punëtor, djalë i zgjuar, po bas pak kohë ku ishte unë isha ai me agjerim dhe ai jo, dhe i thash shkoj me makinë tënde, me veturën tënde për me ongër drek. Dhe sigurisht unë e pata dy telefonat të mia me veti dhe portofolin. Shku në një lokal aty afër dhe kur u kri dreka dhe prej asaj dolëm dhe përsëri në makinë të tij, ku shihet edhe në kamera ku dali me portofol dhe me dy telefonat e mi. Nga restorani dhe i në makinë në veturën e këtij djalit. Edhe tani pas 3 minuta vim në lagjën time dhe unë dali me një telefon, kurse portofolin edhe telefonin tjetër e kam harruar në veturën e këtij djalit. Pas një gjysore që kemi nisur me punu së bashku, më tha kinë se dikush për thira, po ky e dërgoj disa mesazhe, kinë se babai i tij e thiri që me gjasa që kanë një problem me veturën e tyre, që kanë ble në Ferizaj dhe pas ka dalë kinë se e vjellur. Thash me njerë me shku, sepse prindri nuk duhet me të prit. Ta po vjen keq me ki paguhe, po vjen keq me t'lone dita e parë, thash mos tani, thash. Vetëm thash prit tregoj edhe që kemi punu nesër, pasi nuk jam nesër, sepse performoj sot do të thotë për sot, performoj në Zvicër, në Gjenevë, në një restoran Grill Prizreni, edhe nesër të shtunë performoj në Perë, ku janë rezervuar shumë, domethënë mbrëmje për 7 mars dhe 8 mars. Mirë boll, edhe ai këti ka pas, sepse qysh me ikë sa ma shpejt, sepse që kam harruar se më ka përcjell non stop me portofolin tim, sa pare, sa kam kështu me radhë. Edhe mbas një 5 minuta ka arë keku për kontrolën e orave dhe me pagu i them ati bekimit menaxherit, Bekim Jakupit, i them shko mere portofolin dhe me pagu. Tha jes po që e kërku. Au? Edhe ati shkoj mendja me njerë që ai ka marrë, sepse këtë dyshyme shkojshin të ai. E thirrëm telefon, bëj ke bëj, pasha Ramazan, pasha këto, pasha Allahun, pasha Zotin, ku dul, ku s'dul, që me babën jam të shku në Ferizaj për qatë problem që kemi, thash. Dëgjoj, qyre be mirëve se nuk e kam problemin parëve, thash, nuk kam problem për dokumenta, utoj bre, adin sepse kam rezervume, domethënë kontraktu në mbrëmje për sot dhe nesër. Ja, nuk ishte mundësi kërqysh do thotë problem shumë i madh që me pranu këtë gjë. Brenda 3 vite ka, s'po them vetëm dëmet mu që mu kanë bo, po dëmet edhe firmave që u kanë bo, që u kanë vjellë pajisje, domethënë mbi 700.000 euro janë vjellë, domethënë pajisje të ndryshme, makinat për malterë, domethënë shumë gjana të gypa të rrymës, gypa të nxemjes, pllakat, lepaki, fasada, armatura, e shumë gjana. Prishjet dritarëve, prinat, e kështu me radhë. Ne kishim gjithmonë dyshyme, por nuk dushim të bëjmë të madhe, sepse neve na intereson që ajo zona të bëhet sa ma turistike. Ne tentum me thirr non stop. Ky djali edhe baba thoi që ja me djalin tim nuk ka shanse, thash, okay, a ki mos i mu kthy ta kontrollojmë brekjerin bashk? Tha ç'a po vim. E kanë mbyll si biri, si baba e kanë mbyll për 4 orë, nuk kanë pas komunikim telefon të tyre. Ç'a kam bë, e kam thirr policien me njerë edhe kam nxjerr kamerat në lagjën time, edhe kamerat e lokalit.
shihet në lokal ku hi me portofol me 2 telefona në makinën e tij. Edhe shihet bukur mirë kur dali prej makinës të tij, veturës së tij, pa portofol dhe pa telefon. Edhe mbas insistimit shumë të madh të policëve, ka ardhur dhe më duket edhe prej asistentit sociale, sepse është nër moshës, 2-3 muaj nër moshës, është 18 vjeç, sa e di unë. Kurse babai non stop thotë që jo. Edhe mbas saj, mbas pak presionit edhe ka pranuar që ai ka vjedh, domethënë edhe ka gjujtur, e ka gjujt me telefon në një gardh, nuk e di, në një kanal, edhe portofolin me parë, me dokumente, me pasaport, me vizën time Zvicrës, me kartat e bankës, e gjitha. E di që në Makresh të poshtëm ka burra shumë të mira, ka të burra të ndershëm. Dje kam dalë me një qëllëzim që kam thonë nuk ja vlen me investu këtu, vërtet unë pak jam i zhgënjur edhe kam qenë në afekt, kam thënë këtë fjalë, kërkoj ndjes aty fshati se ka edhe burra të mira, ka njerëz të mira, por unë mendoj që ne ka Dugaxhini, ne thëmë që kushiu duhet me trujt shtëpinë, e kështu që edhe ata spaku duhet me qenë shumë krenar që na kemi investu shumë, pare mbaramendse me gjitha sportista, Milot Rashica, Jasir Hasani, unë edhe shumë artistat e tjerë. Ne shpresoj që Etusëria dhe Prokuroria do të kenë parasysh që ne me avukatët e mi, me Akiun Serdodhe dhe Burim Alili, jemi duke bërë një padi dhe jemi duke shikuar si esim më tutje për dëmet dhe për dëmet mëdha që janë bërë në Ala që në Allegro. Kemi dëshmi edhe për disa persona të tjerë, po me kohë që do të shfaqen edhe ato gjëra tjera.